Po, tash është edhe koha e aderimeve, po shohim plot parti po sjellin persona të ri, po edhe që LDK kishte partia e drejtësisë ka thonë që na ka ftuar LDK, po nuk kemi marrëveshje me ta, po vetëm kemi kandidat ton që janë brenda listës së LDK-s. Tash çka i bën kjo, s'kena marrëveshje, kandidat ton janë brenda listës së PD-s, po mënej, partisë së drejtësisë. Brenda listës së LDK-s, partisë drejtësisë janë brenda listës LDK-s. Fatmir Limaj po flitet që pi afrohet PDK-s, bashkëpunimit unë besoj që aty PDK-ja do të fitoj, do të thonë, për kraher, nëse i afron edhe këta akterët e vjetër që i ka pas brenda, se gjithsesi nisma nuk mundet me hy në kuvend pa qenë pjesë e një koalicioni ose pa qenë pjesë e një partije tjetër, ta shohim çka po ndodh edhe me... Je ke edhe një postim, një fotografi e ish-kryetarit të Prishtinës, Shpend Ahmeti, bashkë me kryetarin e Drenasit, Ramiz Ladrovës. Ramiz Ladrovës, si ka shtu thënë Samil Ushtak. Qa që jënë për la, jënë konë temat anë me zveti, kështu që për na përzijen edhe emrat. Ramiz Ladrovësi e mandej pat pikpytje se mjafton një fotografi me u shpërnda, një fotografi në të cilën ata i shtrëngonin duart, edhe mjafton ajo pa kur qëfar mbi shkrimi, mjafton që ajo me u publiku, me të razur rjetën. Mirë po mandej në fund të mbromjes pat një reagim prej Shpend Ahmetit, që tha nuk jam të hyj politikës, kam shok prej të gjitha partive politike, edhe shpesh i takoj me ta, kam biseda të mira me ta, po nuk ka të bëj kjo me qasjen tem direkte në politikë ose ndo një parti politike. Po dhe, ma mund mendja, po tash të përthëm paska folë, që kem paska ikë, në vërtet. Po diçka që ndodhi edhe LDK-ja është të bërë shumë aderime, po ka shumë aderime në politikë. Tash, bile ke interesant që pas këtë postimin e Lumira Abdizikut, që tha pas kërkesës së familjes Rugova, po e pranoj mu Rugovën në LDK. Që ke më doke interesante, po kjo besoj që plot njerëz këta që janë, do më thonë që e përcjellin qoraz i LDK-n për shkak të historisë së saj, 90-at, që LDK nuk është partia e njëjtë që ka qenë 90-at edhe për shkak të Ibrahim Rugovës, që këta njerëz ka mishtime votu, do më thonë, besoj që ky hap, do më thonë, i aderimit të UK Rugovës, do më thonë, djalit e presidentit Ibrahim Rugova, bashkë në ditëlindjen e tij, besoj që ka mi bo mirë LDK-s, saj përket votave, sa ka mi bo mirë, kështu nuk e di, për saj përket votave ka mi bo mirë. Kështu që bashkë interesante, për duket qka do të ndodhë në këto zgjedhje. Une parap, mendoj që do tjetë një barazim ma i madh i votave në fund, po kur bëhet barazimi të një bashkë ka ndodhë, nuk e di, bashkë të diskutu me dikon, thash, po mdoket që PDK-ja dhe LDK-ja po bëhen gati për koalicion pas zgjedhor, se ndoshta kanë mi pas numrat një 50% për me bëni, një 50% në kajmak për me bëni koalicion pas zgjedhor, po dikush më tha, bashkë ta po mdoket që kjo tha ka me bo vetëvendosja me PDK-n.